Добар ден на сите, Медитат G2. Многу голема трагедија, тежок ден за сите нас. Не можам да најдам зборови за утеха. Изразувам најдлабоко сочувство на сите семејства, на починатите и на повредените деца. Треба денеска сите да сме сплотени заедно и да направиме се што можеме како држава, како институции да помогнеме на семејствата. Навистина немам повеќе зборови, не знам што да кажам. Заедно со директорот ги видовме пациентите и изразувам благодарност до медицинскиот персонал, до директорот и сите доктори кои навистина многу професионално ја извршиле својата работа. Тежок ден, се надевам дека ова никогаш нема да и се повтори на нашата држава. Ndëruar përfaqësues mediave, të ndëruar qytetarë, është një ditë e rëndë, shumë e rëndë. Është një tragjedi që na ka prekur gjithëve, nuk mund të gjej fjalët për të shprehë ngushëllimet apo fjalët më të sakta për të shprehë dhimbjen që ndjej. Shpreh ngushëllimet për fëmijët e humbur, familjarëve dhe fëmijëve që janë të lënduar. Sot gjithë duhet jemi bashkë, të funksionojmë si shtet, si institucionet, që t'ju dalim në ndihmë edhe familjarëve që i kanë humbur fëmijët, edhe atyre që janë të lënduar. Nuk është koha e politikës dhe të reagimeve, po është kohë e bashkimit, solidaritetit dhe veprimit të përbashkët. Shpreh falënderim edhe për drejtorin dhe gjithë personelin mjekësor që në mënyrën më profesionale janë duke u kujdesur për fëmijët e lënduar. Директора, какво е